Ndërsa ndoqi nga afër një orë mësimi të zhvilluar në laboratorin e ri inteligjent, një investim të Ministrisë së Arsimit për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies përmes teknologjisë, ministra Ogerta Manastiriu theksoi rëndësinë e integrimit të teknologjisë në të gjitha lëndët mësimore, kjo si një mënyrë për të nxitur dhe rritur ndërveprimin, zhvilluar aftësitë krijuese dhe mendimin kritik tek nxënësit. Kjo është mënyra se si ne jemi duke punuar që laboratorët inteligjent t'i përfshijmë në të gjitha lëndët, që përmes platformave interaktive t'i vijmë në ndihmë mësuesve që jo vetëm në lëndën e teknologjisë dhe informacionit, jo vetëm për programin CodeMonkey, pra duke filluar në klasa e parë, por edhe për lëndët e tjera, sikurse janë gjuhë të huaj apo dhe gjuha shqipe, teknologjia na vjen në ndihmë, duke e bërë mësimin edhe më të kuptueshëm, edhe duke e bërë mësimin edhe më tërheqës. Kështu ne nxisim jo vetëm aftësitë kreative të nxënësve, por nga ana tjetër nxisim edhe mendimin kritik, e bëjmë mësimin më interesant dhe nxënësit i përfshijmë edhe më shumë në këto lëndë. Aktualisht janë funksional 316 laboratorë inteligjent në shkollat e vendit, ndërsa në 2 vitet e ardhshme synohet që 1000 shkolla të pajisen me këtë infrastrukturë moderne. Kemi 316 laboratorë të cilët tashmë janë funksional. Janë 25 laboratorë të inteligjencës artificiale në gjimnaze, të cilët ne mbështesim nxënësit e viteve të para, dyta, treta për të rritur aftësitë e tyre digjitale, por edhe përmes programimit apo kodimit për të zhvilluar edhe më shumë aftësitë e tyre. Dhe jemi duke i shfrytzuar maksimalisht këto investime që ne kemi bërë për të rritur aftësitë e nxënësve, por edhe për mësuesit që jo vetëm ta bëjnë lëndën edhe më tërheqëse, por edhe për të mundësuar që gjithë platformat që sot ekzistojnë për mësimdhënien të mund të jenë pjesë e programeve tona në ciklin 9-vjeçar apo edhe në ciklin e mesëm. Do të vjojmë me investimet në të gjithë rrjetin e laboratorëve smart, 654 laboratorë smart do t'i shtohen shkollave tona në 2 vitet e ardhshme.